Për konstituimin e kuvendit e për formimin e qeverisë ka hequr dilemat kryetari i Lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti. Por dilema ka nëse legjislatura e 10 do të votoj pro buxhetit të 2026 dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. Prandaj unë nuk e di çfarë qëndrimesh do të mbajnë partitë opozitare në javët edhe muajt në vijim, a është e qartë që as marrëveshjet ndërkombëtare dhe as rizgjedhjen e presidentës, zgjedhjen e presidentit, ne nuk mund ta kalojmë pa pasur edhe deputet nga opozita. Në Partinë Demokratike të Kosovës, që doli e dyta në zgjedhjet e 28 dhjetorit, nuk kanë ende qëndrim sa i përket këtyre çështjeve sepse po presin që fillimisht të konstituohet kuvendi. E në Lidhjen Demokratike të Kosovës thonë se kanë votuar dhe do të votojnë për marrëveshje që janë në interes të Kosovës. Ne kuptojmë se këto marrëveshje janë jetike për zhvillimin ekonomik dhe projektet kapitale që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve, si dhe ruajtjen e raporteve me partnerët tonë strategjik, pasi dështimi i votimit të tyre dëmton kredibilitetin e Kosovës në arenën ndërkombëtare. Sa i përket deklaratës së zotrit Kurtit, do të jemi të qartë. Përgjegjësia kryesore për sigurimin e votave dhe mbarvajtjen e punëve në kuvend i takon mazhorancës. LDK-ja ka votuar dhe do të vazhdojë të votojë ato marrëveshje që janë në interes të Republikës së Kosovës. Nëse qeveria e radhës nuk i ka votat, kjo vjen si pasojë e paaftësisë së tyre për të menaxhuar numrat e vet, brenda grupit parlamentar dhe mungesës së bashkëpunimit me opozitën. Për këtë e qartë është edhe Aleanca për Armërinë e Kosovës, ata po thonë se asnjëherë nuk kanë qenë pengesë marrëveshjeve që janë në interes të vendit. Ndërkohë profesori universitar Drejtori Arifi thotë se këto marrëveshje janë të rëndësishme dhe duhet gjetur gjuhë e përbashkët për t'i kaluar. Sidomos marrëveshjet ndërkombëtare që lidhen me Bashkimin Evropian për planin e rritjes me Bankën Botërore, po edhe marrëveshje tjera, është i rëndësishëm ky koordinimi dhe bashkëpunimi sepse duhen me qenë 2/3 e votave për të kaluar një marrëveshje ndërkombëtare, apo me thonë me numra mbi 80 vota duhet me qenë me votu pro që ato marrëveshje me u ratifiku në kuvendin e Kosovës. Vitin e kaluar pas shumë dështimesh për konstituimin e kuvendit, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani më 11 nëntor thiri seancë me disa pika të rendit të ditës, ndërto për formimin e komisioneve parlamentare më pas shqyrtimi i pari projekt ligjit për ndarjet buxhetore e ratifikimin e disa marrëveshjeve ndërkombëtare. Por kjo seancë u bojkotua nga PDK-ja, LDK-ja e AK-ja duke quajtur të jashtëligjshme.